Është e vërtetë që vitin 2025 janë sekuestruar në tre vendime 12.4 milion euro vlerë ekuivalente e kriptovalutave. Ka sekuestrime edhe në gjatë vitit 2026, por që ato do jenë pjesë raportit vitit tjetër. Baza ligjore për sekuestrimin e tyre është e njëjtë si për çdo pasuri, nuk kemi pengesë për këtë gjë, por ne deri tani kemi patur problematik lidhe me mënyrën e administrimit të këtyre pasurive. Në dijenin time po punohet për të miratuar akte ligjore dhe nënligjore të nevojshme për të mundësuar administrimin edhe të kriptovalutave. Vlerën që jemi referuar dhe praktikës tonë deri tanishme kemi provuar në mënyrë të tillë, kemi bashkëpunuar me autoritetet të tjera dhe na kanë ndihmuar autoritetet të tjera në marrjen, sekuestrimin dhe menaxhimin e kriptovalutave të sekuestruara, pasi ka qenë e vetmja formë për mbajtjen e tyre. Shpresojmë së shpejti që kjo situatë të rregullohet dhe Agjencia për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara të konfiskuara të ketë mundësinë që të mund të administrojë portofole kriptovalutash, sepse nuk lidhen vetëm me procesin e ruajtjes së tyre, por lidhen dhe me procesin e vënies së tyre në punë, sepse ato janë shifra që mund të kenë edhe ndryshime drastike brenda një periudhe të shkurtër, por nuk është e lehtë. Pavarësisht mungesës, konstatoj hapa pozitiv dhe jam shpresë plot që kjo situatë do rregullohet së shpejti. Një pyetje. Ju tha që sfidat për 2026 në referua dhe raportit 2025, ku del që shumë procedime penale në raport me qasjen e proaktivitetit, tetime proaktive, nuk është në ato nivele që ndoshta mund të ishte. Këtë e kam pyetje duke qenë se kemi edhe drejtorin e ri të BK-s, përpara se rekrutoni 40 agent të ri të BK-s, a ka nga ana e prokurisë posaçme në bashkëpunim me drejtorin e BK-s një vlerësim për punonjësit aktual, për agentët aktual të BK-s, lidhur me performancën e tyre deri më sot? Pasi e dim gjithë që puna prokurorëve është e ndërlidhur dhe është e varur edhe nga puna dhe nga cilësia e punës së agentëve të BK-s. Faleminderit. Në vitin 2025 janë filluar kryesisht 109 procedime penale nga 294 procedime penale që janë filluar të reja në total. Është një shifër që është e lartë, më e larta që SPAK-u ka patur ndonjëherë në vitet e kaluara. Patjetër që edhe ne mendojmë që ka vend më shumë, dhe realisht duhet të jetë dhe kjo qasje që duhet të kenë hetuesit e byroja kombëtare të hetimit. Unë kam besim që ky numër do ruhet dhe mund të rritet këtë vit që vjen. Hetuesit sipas kohës që kur janë rekrutuar, sepse janë rekrutuar në 2 kohë, janë nështruar dhe janë duke u nështruar vlerësimeve periodike 2 vjeçare të punës së tyre. Vlerësimi i cili është me disa komponentë, duke përfshirë edhe poligrafin, edhe vlerësimin e aftësive profesionale, që bëhet në një komision i posaçëm, si dhe nga rezultatet e punës që lidhen me secilin prokuror. Pra, çdo hetues është në vlerësim të vazhdueshëm. Faleminderit zoti Braho për raportin edhe faleminderit të gjithë prokurorëve të me rëndësi të veçantë për sistemin e drejtësisë. Duke parë gjithë veprimtarinë e SPAK-ut që nga momenti i krijimit të tij, mendoj që dhe vlerësoj që kjo është një veprimtari në vazhdim. Pra,